Tensionet janë rikthyer këtë të hënë në Vlorë, ku tregtarët e tregut të frutaperimeve dhe të tregut industrial kanë dalë sërish në protestë kundër bllokimit të aktivitetit të tyre. Sipas tregtarëve, prej nisjes së punimeve për rikonstruksionin e tregut të madh të qytetit, ata nuk janë lejuar të hyjnë as në ambientet e tregut dhe as në dyqanet e tyre. Ata thonë se situata po shkakton humbje të mëdha ekonomike, pasi brenda ambienteve kanë mallra me vlerë miliona lekë, të cilat rrezikojnë të dëmtohen. Protestuesit shprehen se fillimisht ishte vendosur që dyqanet të lejoheshin të hapeshin, me kusht që malli të mos nxjerrej në rrugë, por këtë të hënë, sipas tyre, nuk është lejuar as hapja e qepënave. Pas grumbullimit në treg, tregtarët janë zhvendosur drejt Bashkisë së Vlorës, ku kanë kërkuar takim me kryetaren Brunilda Mersini. Në shenjë revolte, disa prej tyre kanë shtyr portën kryesore të institucionit. Heq nga puna 500 tregtarë dhe mallin e tyre dhe populli të Vlorës i heq të drejtën e tyre po që i takon. Kam 20 vjet pagoj licencë për këtë punë. Ai s'mund të futem të marr mallin, jo më të punoj. Kam mbi 100 milion lekë mall. Kam 600.000 lekë qyran në muaj. Kam 2 dyqane. Nga ana tjetër, Mersini ka deklaruar se tregtarët janë njoftuar prej 5 muajsh për lirimin e ambienteve dhe zhvendosjen e aktivitetit, sipas afateve të vendosura nga Këshilli Bashkiak. Ky ka qenë një debat i lindur prej fundit të muajit dhjetor dhe në fillimin e muajit janar ne jemi takuar me tregtarët dhe kemi kërkuar nëpërmjet takimeve që të gjenim një pikë të përbashkët në mënyrë që të zgjidheshin të dy fashat e tregtarëve, pra dhe tregtarët e frutaperimeve dhe tregtarët e industrial. Rehabilitimi i tregut është një vepër publike që në rast të parë shërben pikërisht atyre. Shpesh ka qenë shqetësimi i gjithë banorëve të lagjes aty ku ata jetojnë, po edhe të gjithë qytetarëve ku kushtet në të cilat ata tregtonin ishin kushte jashtë standardit për sigurinë ushqimore. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur për komunikim, edhe pa diskutim, por një vendim të Këshillit Bashkiak që tashmë është marrë, ne nuk mund të marrim vendime të reja. Sipas saj, Bashkia ka vënë në dispozicion ambiente alternative në zonën e Çole dhe në tregun industrial, ku tregtarët mund të vijojnë aktivitetin gjatë periudhës së rikonstruksionit. Punimet në tregun ekzistues pritet të zgjasin rreth një vit, ndërsa mbetet për tu parë nëse palët do të gjejnë një zgjidhje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.